Rikthehemi përsëri jemi në sallën e trembën qershorit me neve o trajneri i ekipit të Golden Eagle Ylli Endrite Elshoni. Trajner, së pari urime për fitoren, po jo atë që lidh siç u dok për një 20 minuta të para. A thu, çka ndodhi në çerek tret? Çka ndodhi, mendoj që u el shumë, me thonë, fokusin dhe dihet që trajneri Locit din me ndryshu strategji me analojës Kodja është i njoftën për këto sene dhe thjesht na su përgjigjen, por nuk është puna të ndryshimi strategjisë tyne në sulm që shkon me 4 shkurt edhe pat shumë ma shumë rrezik prej shutit prej jashtit që edhe ndodhi, është ma shumë të agresiviteti jonë. Çfarë do strategji, çfarë do sene që bëhet në sulm përgjigjet veç me agresivitet. Ti mundesh me bëj çfarë do mbrojtje, këto, ato, nëse lojtarët janë agresiv, atëherë nuk është. Po mendoj që na vjen kohë me u pjek si ekip, edhe me ditë që me i nol lojt pak më hard, me i stopu. Që thonë anglisht, kill the game ma herët që mos me lanë mundësi. A ka qenë që kjo oscilimi më i madh i çerekut sa jetin krye këtë edicion? Se ke pak shumë e papritur. Edhe një lojë, më thënë që në avec, edhe njëti sa në ka ndodhë, më thonë, 2 minutat e parë ndeshjes, edhe 2 minutat e parë të çerekut tret. Po atëherë nuk e gjetëm formulet që me u kthy lojë edhe me fitu. Sot ndodhi, po është komplet fal kualitetit lojtarëve, që dihet që kemi kualitet lojtarëve shumë. Kjo fitore është më së mirë se ardhur, sidomos ku ta shikojmë rrjedhjen tabelare. Plani? Ja ndeshja e ardhshme? Plani ndeshjen e ardhshme shumë e kemi Prishtinën, është loja e tretë kundër tyre, dim se çka luajnë Prishtina, sulm mbrojtje, po e kanë do lojtar të ri, kanë një ekip kogja serioz, edhe vendor që e kanë janë lojtarë mjaft agresiv, edhe që vrejet që dojnë me dëshmu veten, edhe është lojë kogja vështirë si çdo lojë tjetër, nuk ka asnjë lojë të lehtë. Edhe në pyetje të fundit, sa ke mujt me instalu filozofinë tonë të lojës basketbollit, po më ne po shihen edhe ka elemente të cilat janë, mos më thonë ndërshkrimi jot, po sa ke arrit me mri aty ku ndoshta dëshiron më kon. Çfarë është kohë e shkurt, të vitin e parë që kemi pas me mund krye ka qenë Dillën, që është dita 7 sa të përfshi edhe lojën që më thonë me ta. Nuk ka mujtë qatë që e këmë thonë në intervjistën e kalunet, 2 trajnerat që e kemi pasë më parë. Po e kom pjesë integrale aty, si të bështë... Po, që në fund fundit është menej që është shumë e letë me nëzërë dishka me lejtarë që kanë katë shumë kualitet. Nuk është thjesht, normal, unë jam edhe pak më rinë moshë dhe kam ndime dhe prej tyre në fakt bashkëpunim me ta dhe shohë se qka dojnë, qëfar pozita kanë qef me lu, se qka është ma e letë për më ardhe dhe kosh ose në mbrojtje. Dhe normal që kur i ki si lejtarë nuk është letë, po e vështirë nuk është as pak. Është interesant se ka të regu edhe, ekipi ka të regu karakter, se në kohën në momentet vështira të reguat në momentet dhe brumi lojtarëve është. Coach, dëshiroj çdo të mirë, sukses edhe shihem transmetime edhe në lojën tjera. Urime edhe njëra, natën e mirë, kalo mirë tonë. Kjo është ky trajneri i ekipit të Golden Eagle Ylli të nderuar shkuarse, Endrite ishte i kënaqur me performancën, ndonse me pak oscilime në çerekun e tretë, por e pritshme me një anë. Të nderuar shkuarës, kjo besoj do të jetë tëra nga ne, nga Ferranda, 13 qershori, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.